A vonohen? Paru përgjigjesh live pa u menduar. Vonohen, tash në qofë se dëni me marrë në përgjigje marrë... puna estetikës që... Marrë relaksime, që s'mundemi me dalë. Do me thonë ashtë ajo, do me thonë pikërisht pse janë të kujdesshme dhe duan që t'jenë gjithmonë perfekt. E në qofë se pak më serioze i qasemi, atëherë natyrisht që ajo duhet kujdeset, jo vetëm për veten, por gjithë shka tjetër tjetë gati, derisa ajo të dalë, dhe do të në këtë formë do të arsitoja pikërisht mirë po, jo, se dënë me qenë, dënë me u duk mirë mëra, për që ata? Edhe dënë me qenë e rëndësishme, se... Edhe me lorë shpinë mirë. Në më thonë kjo është përgjithësim, sepse nuk e besoj që janë bëhë hulumtime të cilat të regojnë që gratë vonohen, sepse nuk do me thonë që vonohen. Qëndrën, profesorisht pak si... Qëndrën, atu vonohen. Tash unë personalisht mund të thëmë për diken tjetër, që ndoshta ka dëshirë të vënohet, sepse ka dëshirë të hyje fundit që të bjen sy. Po dikush... Janë shumë... A përshë edhe këtu një zgjuarësi shumë e mirë i grave, që do me thonë edhe pse atë mungi, se duhet me ka përgjegjësie, mezi po del thjesht, ajo në fund e arsyton me faktin që... Unë po hyje fundit. Po hyje për tjera arsye. është e fort. është e fort. Po është, do me thonë, është përgjithësim si dukuri që gratë vënohen. A vënohesh në herë? Sot hesh ma largë. Apo? Jo, unë zakonisht vonohem se tu dojnë të dera, del diçka dhe më thotë mam, ose na vlerë para se me dojnë, apo ma bën qëto. Okej, hajde që po këthej, na bekry shpejt e mandi. Vonohem një sepse... Tu gjanat lezetshme që gratë e tam pak më erët janë... Jo, ajo më varet më ndej sa, ajo më ndej që më varet më ndej sa e përgatit ti ta zëmë familjen që ti nuk duhesh më vonu në punë, që duhesh me qenë kohë, duhesh me qenë sakt. Kjo pas taj ka të bëj me karakter. Me momentin që në natyrën punës, nëse je profesoresh, më falë. Nuk guxon më vonu. Jo, do më thëna jemi mësu që e përpik duhesh me qenë në s'ki fleksibilitet në orarë. Në qovë se ki bën punë tjera. Ate po du me thonë që nëse ti ke mundësi që kthehesh, atëherë kushdo që është me ty, dhe kushdo që jeton me ty, në moment fundit ka me iron me në diçka që, sepse e din që ti kthehesh mrapa. E ke mësu. E ke mësu. Të shpjes që i ke mësu dhe... Nëse nuk kthehesh, dhe nëse e ke mësu tjetër që ti duhesh me qenë sakt në punë, atëherë ti s'ke me u kthy dhe tjetër s'ka me kërku për te me u kthy mrapa. Më thënë, saktësia në punë është një vlerë që duhet të respektohet. Duhet t'jesh i sakt në punë. Që është shqiptarët pak... Tash varet edhe prej vonesave, vonesa në mes miqve, shoqeve. Jo kemë vones për kafe, për shambull. Jo kemë për kafe, pra ndaj të kafe që mundesh me të të dera. Mu arsjetohet kjo vonesa ime sot në punë për shkak se halos po muj me marrë vetëm pas një fushate, bajagi... Pra po bën fushate. Kështu që... Po, besa ka përtundu, kështu që nuk po përmeni emra. Ose tjetra, na gratë arsye të kemi në maje gjuhës. Edhe pyetja që më është bo sot edhe e kam zgjedhë si rasti, ka shumë po lidhet me këtë pjesë, cila është një gjë që ke bërë vetëm sepse je grua dhe ke përdorur këtë si avantazh, po thot tregohet sinqert. Arsyeja e vetme, do më thot pse jam grua dhe e kam përdorur, është që kam dashur mi tregu krejve që unë si grua e kaloj edhe pakut. Është i treti mandat, edhe këtë mandat kam dashur me tregu, edhe avantazhi jam është që është mandati imi